Dhe për pyetjen shumë thelbësore, unë të gjykoj që kjo ndërhyrje në këtë formë si e ka bërë Ministria e Arsimit ndaj Institutit Albanxhik është ndërhyrje drejt për drejt në autonominë institucionale të garantuara me ligjet e Kosovës, por në mënyrë të veçantë me Kushtetutën e Kosovës. Nëse nuk gaboj në kuptim të nenit 24 dhe 48 të Kushtetutës së Republikës Kosovës, veprimtaria shkencore ose shkenca bashkë me artet janë veprimtari të lira, nuk mund të kufizohen dhe nuk mund të kontrollohen me akte politike. Veç kësaj, komplet përgjegjësia dhe hierarkia udhëheqëse është e saktuar me aktet ligjore dhe nënligjore që unë i përmenda. Ky precedent, kjo formë e komunikimit të mashtit me neve, mendoj se është e rrezikshme, nuk ka të bëjë këtu me individin, në këtë rast me mua, por si formë është e papranueshme sepse do të krijoj mekanizma dhe precedent të rrezikshëm për në të ardhmen. Për ta plotësuar këtë që them, ndoshta për neve nuk është çështje personale, është çështje ligjore që presin ta sqaroj, por për dikë mund të jetë edhe një çështje tjetër që nuk di si ta emërtoj. Antarët e bordit të emëruar nga Ministria e Arsimit, që janë 2, prej qershorit të vitit kaluar nuk kanë ardhur në asnjë mbledhje të Këshillit Drejtues të Institutit. Ndonse, ne si institut së paku 5 herë kemi dërguar shkresa zyrtare dhe ministrës dhe kabinetit, ju lutem, antarët e Këshillit Drejtues të Institutit të emëruar nga mashti nuk janë duke ardhur në mbledhjet e rregullta të këtij organi dhe ata asnjëherë nuk kanë kthyer përgjigje, as nuk i kanë ndruar ata antar. Pra, edhe ky sabotim, ky bojkotim i vazhdueshëm disa mujor tashmë mund të jetë shërbim këtij vendimi që ministria ka nxjerrur, nuk dua të paragjykoj, por duket se është një situatë pak më e komplikuar se sa një vendimi administrativ siç paraqitet nga ministria. Gjykata vlerësoni se do t'ju jap juve të drejtë? Jo, vlerësoj, po jemi shumë bindur që gjykata do të na jap neve të drejtë sepse procedurat e zgjedhjes së drejtorit në Institutin Albanxhik janë të njëjta me procedurat e zgjedhjes së dy drejtorëve në Institutin e Historisë dhe Institutin Pedagogjik. Ato institucione nuk kanë pasur asnjë telashe me të njëjtën bazë ligjore, po thuajse me të njëjtin konkurs, ndoshta për mbi 90%. Në ndonjë detaj të vogël që lidhet me statutet e veçanta të instituteve. Pra,